Ish generali ushtarak Muharrem Aralusha ka thënë se dronët janë arma kyçe që Kosova duhet të përdorë, veçanërisht pas sulmit rus ndaj Ukrainës. Sipas tij, ekspertët ukrainas treguan se një luftë jo konvencionale me dron mund t'ia japë përparësi informacioneve të vogla kundër forcave më të mëdha. Ai thotë se ka bashkëpunuar me ushtarak ukrainas për të trajtuar 10 kosovarë në këtë fushë, por autoritetet në Kosovë nuk kanë reaguar. Kjo tregon mungesë serioziteti, ndërkohë që Kosova duhet të jetë e përgatitur për çdo kërcënim serbo-rus. Dronët janë një armë domosdoshme për Kosovën, sidomos kur Rusia sulmoi Ukrainën. Ekspertët e luftës jo konvencionale kanë vendosur se me një luftë jo konvencionale, një formacion i vogël mund të dalë përballë një armikut më të fuqishëm. Unë pajtohem plotësisht sepse vetëm jam i specializuar për këtë lloj lufte. Kjo u vërtetua kur forcat ruse sulmuan Ukrainën. Shtabi i ushtrisë ukrainase mori vendimin se janë në gjendje të përballojnë sulmet ruse dhe të fitojnë. Unë isha në kontakt me disa ushtarak ukrainas, të cilët profesionin e tyre kanë luftën jo konvencionale. Arrita një marrëveshje me ta që 10 nga 30 ushtar nga Kosova të ushtrohen, teorikisht dhe praktikisht, në përdorimin e dronëve kundër forcave të rregullta ruse. Ukrainasit ishin të gatshëm t'u ambulojnë dhe shpenzimet e rrugës këtyre vullnetarëve. Stërvitja teorike dhe praktike duhet të zgjasë 6 muaj. Ky është propozimi im dhe ai i ukrainasve. Sipas mendimit tim, ishte një shans i shkëlqyer për stërvitjen e kuadrove të specializuara të Kosovës, duke marrë parasysh që ky lloj specializimi do të nevojitet në çdo rast se forcat serbe-ruse vendosin të sulmojnë Kosovën dhe trojet e tjera shqiptare. Unë i lajmërova dhe autoritetet në Kosovë, por ata as nuk u përgjigjën. Unë thash me vete, ne shqiptarët jemi trim, me sharki e shit, por kur vjen puna për të përballur me kolomoqët, jemi si lepra që ikën prej zgarave. PS herën e fundit që ju afroa autoriteteve në Kosovë për një projekt të ngjarshëm, por me efekt më të madh, kaloi një muaj dhe Albinin e Maqedoncin prap nuk u përgjigjën. Shqiptarët në Kosovë mendojnë se 4 deri në 5.000 ushtarë të KFOR-it do ta mbrojnë Kosovën nga çdo sulm serbo-rus. Ymyti na mbyti.